Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, data është 11 muajti 6 viti 2026, pra jemi në ditën e njëjtë. Asgjë e re, asgjë e re. Si mund të ketë asgjë diçka të re kur kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në bisedën vetëm intervistë, sa më intervju në Kanal 5, ka thënë se angazhohet për listat e hapura, është më mirë ndoshta të shkojë drejt atij modeli, por nuk mendon se kjo do të ndryshonte në mënyrën drastike kulturën politike në shtet. Kemi shumë shtete ku ky model po praktikohet, jo që po jep kush e di se çfarë rezultati, por mendoj se nuk është vetëm model zgjedhor. Kjo varet nga shumë faktorë, atë duhet të harmonizohen në drejtim të kulturës politike dhe kulturës së përgjithshme në vend, ka thënë kryeparlamentari. Bravo. Verament, Afrim Gashi ka gjetur kohë që të merret me kulturën politike. Ai i cili me kë nuk ishte. Me kë nuk ishte. Edhe e bëria politike është kulturë politike, Afrim Gashi. Kalimi nga një parti, nga një koalicion në një koalicion tjetër. Ty me 30 votues ke merit të marrësh gjithë ato pozita. Kjo është për të shëritur. Dhe, a dini pse? Se këta mundohen çdo gjë të bëjnë tyre ditë, ja, sonte ka dalë vetëm që sa hante karikën ata Nazizi në Klik Plus. Për çfarë nuk flitte? Për çfarë vetëm që bie si lajm, ajo që u tha në të se sot në Bruxelles studentët kanë takuar eurodeputetët. Pra. Dhe ky lajm duhet të mos jetë lajm kryesor. A ky lajm duhet të jetë lajm kryesor në Maqedoni për shqiptarët? 2 presidentë të nisur që provimi i studentëve të mund të jepet edhe në gjuhën shqipe, me Vlan Ademi dhe Çlirimi Seni kanë zhvilluar një takim në Bruxelles me eurodeputetët Katlin Van Bremt dhe Tis Ruyten, si me këshilltarët për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Gjeri Maz dhe Ine Goris. A dini çka mund bëhet? Maqedonia. Ciao për vitin 2037. Në një njoftim Facebook, Ademi shkruan se në këtë takim është diskutuar përgjithsisht ai mosbatimin e ligjit dhe të drejtën kushtetuese që lidhen me përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, dhe për mungesën e zbatimit të plotë të marrëveshjes së orë. Ai theksoi se është kërkuar që këto çështje të ngrihen në Parlamentin Evropian dhe në institucionet e Bashkimit Evropian me qëllim adresimin e shkeljeve dhe vonesave në zbatimin e asaj që quhet, të drejta kushtetuese. Po ashtu, ka theksuar se pozita e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut duhet të trajtohet me prioritet duke respektuar rolin e tyre si popull shtetformues dhe faktor i rëndësishëm në zhvillimin e shtetit. Dhe a dini çfarë do të ndodhë? Mendoni se është kjo lojë? Jo. Ata e kanë pritur zyrtarisht. Tash shtetit e Maqedonisë janë ngritur në këmbë, u intereson kush u organizoi. Maqedoninë nuk e pranojnë? Pra, studentët. Dhe. Pra të dhe gjithë të interesat shumë, s'ka para disa ditë ishte në për gjitha televizionet Adnan Azizi ka dalë dhe i jep, vetëm që sa ha karikën. Normal se duhet të mbaj përgjegjësi një ditë, dhe të mbaj përgjegjësi. Po ç'është Adnan Azizi? Si politike, si fetare, si juridike. Nga ajo që lexoj nga ndërkombëtarët në përshkrimet e tyre, njerëz me peshë dikur kanë qenë në skenën politike. Në Maqedoni po tentohet që të instalohet një sistem i ri politik me 2 aktorë kryesorë, VMRO dhe Vlen. VMRO të ndjek rrugën e Serbisë dhe të Rusisë, Kinës dhe Iranit, ndërsa muslimanizmi tradicional në Ballkan të zëvendësohet dhe të bëhet vend muslimanizmit shiit. Hajde tash merre vesh të Iranit. Hajde merre vesh. Unë kishim me shqiptarët kështu. Unë të gjithë do të them. Janë emra të tërë këtu që të tetov që ishin në për televizione që janë në platën spisov të dikujt. Dhe nuk skuqen. Dhe kur vije zorë të dalin edhe mbi vetveten. Tu të arsidosh ato. Dhe më ka pëlqyer këtyre ditëve Levica. Vërtet ka pëlqyer. Kërkon përgjegjësi pas revizionit të teatrit shqiptar në Shkup. Pa ai drejtori i saj, komandant Gjini. Janë paguar paga pa ardhur në punë, biletet të shtyra pa çmim të përcaktuar. Pa ku e mbante vetveten? Dhe është për të shkuar, pse jo? A dini se sa herë janë dhënë paratë dhe janë dhënë prap paratë në rindërtimin. Rindërtimi nuk është bërë prej temelit. Pra, BDI, jo që ka gjuna, por duhet 3-4 njerëz, unë kisha thënë pret pare deri në tretin, të shkojnë në përgjegjësi
penale, jo vetëm politike. Sepse kur do bie përgjegjësia penale, ajo politike veç është mbas shpinë e vullosur. Çfarë nuk ka. Ai ma zërin ai drejtori që zorti ishte dalësh diku pa të. Pra, i merrte krejt paratë. Të çdo mitingi, të çdo reklame, të çdo gjë. Atësh do të them diçka. Për një ditë kemi shkuar në Shqipkovic, kur ishte Divinish. Për një ditë, ku jam unë? Ja. Nuk merrem me të. Ai, me atë do merret historia si një prej atyre të cilët e dëmtuan kulturën shqiptare me vite të tëra duke mos e rindërtuar, sepse të lësh Shkupin pa shfaqje, shqipe kjo është nuk është okay. Pra, raporti i revizionit të endit shtetëror për revizion mbi punën e institucionit kombëtar Teatri Shqiptar Shkup paraqet edhe një shembull alarmues se si për vite meradh janë toleruar parregullësitë në institucionet e kulturës pa përgjegjësi serioze institucionale thonë nga Partia e Lëvizjes. Sipas tyre, veçanërisht shqetësuese janë pretendimet për pagesa të pagave për personat që nuk kanë ardhur në punë, si të shitja biletet pa një akt të miratuar që përcakton çmimin e tyre. Nëse këto gjëra janë të saktë, atëherë nuk bëhet fjalë për lëshime administrative, por për cenim serioz të parimeve të ligjshmërisë, transparencës dhe menaxhimit të përgjithshëm të mjeteve publike thonë nga Levica. Pse jo? Edhe pyesim të ku ka qenë bordi drejtorës, Ministria e Kulturës dhe mekanizme të tjerë të kontrollit ndërkohë që krijoheshin kushte për situata të tilla. Po, që ç'ke ministri i kulturës, ku ishte? Zëvendës ministri, më falni. I Vlenit. Në atë kohë ishte zëvendës ministri. Ku ishte? Sedat Sulemani, ku ishte që të shkoj në teatrin shqiptar? Ku ishte Izet Mexhiti, që është tash? Vërtet kjo është rënqese. Aq dhe mi kanë bërë kulturës shqiptare sa kjo është e papa. Komandant Gjini, nuk dhja përmendë emrin se i bëj reklam. Për një ditë kemi shkuar në Uçuk. A dini sa lufta ka bëj? Natë të tëra ka mbetur pa gjumë. Natë të tëra. Ndë të bë muhabete. Dhe. Të ndale prap të revizionin. Revizionin zburion, po masa nuk ka. Mbi 130 persona kanë marrë një kosisht ndihmë sociale dhe pension. Buxheti thonë është dëmtuar me mbi 130.000 euro. Mendoni se janë shqiptar, mund të jetë një numër i vogël shqiptar të tjerët janë krejt të nacionalitetit maqedonas. Pagesat të pajustifikuara për shkak të mangësive në sistemin e realizimit dhe pagesës së të drejtave nga brojtjet sociale janë konstatuar nga enti shtetëror i revizionit. Sipas raportit, dobësitë në kontrollin e sistemit, shkëmbimi i pamjaftueshëm të dhënave ndërmjet institucioneve, si dhe mos azhurimi dhe verifikimi i pamjaftueshëm të dhënave të përfituesve, kanë bërë që të paguajnë ndihma sociale edhe kur nuk janë plotësuar plotësisht kushtet ligjore, duke shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit. Sipas revizionit, gjatë vitit 2024, për kompenzim social dhe mbrojtje shëndetësore janë paguar gjithsej rreth 162 milion euro, përmesatarisht 114.000 përfitues. Kjo përmban rreth 15% të shpenzimeve totale të Ministrisë së Politikës Sociale, Demokracisë dhe Rinisë, nëse në 3 vite të fundit të pagesa kanë shënuar rritje prej 30%. Pra është komplet viti 2024. Vleni ka qenë për shtet një pjesë të asaj. Po BDI-ja po, LSM-ja po, Vleni pjesën tjetër. Kjo është interesant. Kjo është shumë interesant. Çfarë nuk ka në Maqedoni? Do e gjesh pra. Ku nuk ka? Dhe. Unë dhe isha thonë Ilir Hasan, nuk e di kush të shumë dalësh, më duket se vetë ke shumë që dalësh në për opinione. Nuk i në anën profesionale të tënden si mjek, por si politikan me të viva. Ish më zdi. Sepse të duash numri të papunëve shqiptar është drastikisht më i të mësuar shqiptar është drastikisht më. Po duhet fakte me të kesh. Në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Drejtësisë, në Ministrinë e fakte duhet të flasësh. Ta jo që e kanë, për këta janë katastrofë. Mirë për edhe ju nuk ishit lule që u vjen era. Me mira djemë dhe vajza shqiptare, nëna dhe vëllezër, prind familjar, i latë pa vendime punën. Po, edhe ti kur ke qenë zëvendës ministri i arsimit, po. Një rast vi unë. Një rast. Unë e di se të thuash nuk e njo, po pyet e kolegën tëndë, partijak, profesor Nazmin, ai më njeh më mirë se sa ti. Dhe unë e di shumë mirë se çfarë ke bërë dhe çfarë nuk ke bërë. Në skenën politike, në skenën e profesionit nuk përzije maskull. Zmi Beqirin pyet. Te ke pas mbrojtje. Po,
Dhe vazhdojmë më tepra. Në Shqipëri, protestat vargëvi nuk kanë të ndalur. Nuk kanë të ndalur. Dhe shohim se ku do dale. Pa marrë parasysh se ky gjati thotë se kanë gisht krejt, mirë po ka gisht edhe ai vetë. Sepse e uzurpoi shtetin. Ministri i Vetëqeverisë Lokale Zlato Perinski vlerëson se kërkesa e Bashkisë së Njësive të Vetëqeverisë Lokale, ZELS, për rritjen e pjesës së komunave nga TVSH për 10% dhe interesant, dhe në 50% që është arsyeshme vetëm nëse buxheti shtetëror pra do të ketë masa të kufizuar. A dini ku e kam? 100 milion euro janë në Maqedoni nga komunat, taksa të pavjelura. 100 milion euro. Në pronë, tatim në pronë. Hajde, kretë bëni frera, kretë bëni mangu pasi jeni të aftë. E në klasë me Bilavë, kjo është Super Mario, kjo qanë. Kujdes, dikun t'ju që keni ende pa i përfunduar, epni ndonjë para, shkonin në kadastër, regjistroni se ta përcjellin çdo gjë që është RM. Su jenë mbarë, nuk skuqin. Por RM mund të jetë e pasgjidhur se për shkak se ndonjëri mund të jetë në ndonjë gjykim 10 vjeçar, 15 vjeçar, 20 vjeçar. Shko atje pse qytetarët kanë faqe që gjykatat nuk janë në shpejtësi në përfundimin e lëndëve? Jo. Dhe këta hajde dhe dishesin. Çfarë nuk ka? Vërtet çfarë nuk ka? Vërtet çfarë nuk ka? Dhe, kështu dal nga dal, pra, Mickovski u mbyt të lavdëruar se do mbaj zgjedhje. Ai thjesht tall trapin me partitë opozitare, edhe me BDI-n, edhe me sepse ai e tregoi këtyre ditëve se çfarë ka bërë. E pa, dhe që ta mbaj ende në presion Vlenin, e nxori BDI-n pak më tepër, kështu BDI-s që të mos bëjnë ndonjë kërkesë radikale për të drejtat dhe liritë e shqiptarëve, BDI-ja nuk bën. Asa të qenë të sigurt. Kretë janë pralla se do e bëjnë këtë. Kishtë diçka sot Slobodën Peshat, po janë muhabete të për natë të mirë. BDI-ja nuk bën asgjë, sepse është e kapur. BDI-ja nuk mund bëjë asgjë. Asnjë protest para kuvendit që thotë se për ligjin e Badinterit. Asgjë, hiç. Me kë do bëj? Me kë? Dhe unë nuk jam kësaj zgjuar, po do ju pyes ju diçka. Ne si qytetarë të gjithë kemi dytër se këto 5 ditët e fundit, nxjerrë letër njoftime nuk bën se nga Republika e Maqedonisë u bëm në Republika e Maqedonisë së Veriut RMV. Paguaj për pasaporta, paguaj për letër njoftime, paguaj për shpejtësi pasaporta e kështu me radhë. Të gjithë dokumentacionin. Për leje vozitje e kështu me radhë. Për çfarë kanë qytetarët? 73 milion euro HPR bëhet fjalë për dokumente personale kanë paguar qytetarët. Dhe sa parë. Ndërsa bankat kishin fituar 2025 300 milion euro nga të gjitha. Po Maqedonia është vërtet është Kaliforni. Vërtet kretë çuditën nga gjitha të para. Mirë po, është edhe shumë e fortë. Merrni me mend. 2 mandate është, të tretin mandat tash e ka filluar VMR me Vlenin. 4 miliardë e 500-600 miliona, dhe tash 5 miliardë e diçka, do bëjmë 10 miliardë. Ku janë parat? Kjo fenomen. Ku janë parat? Fenomen. Qendra për komunikime qytetare ka publikuar vlerëtimin e mbikëqyrjes publike e prokurimit publik. Studim e rastit, cili analizon raste specifike të procedurave të tenderimit potencialisht të palishme, në cilat kujdesi për para publike nuk është parësor. Këto raste, si shtuar në njoftim, identifikohen përmes një analize të gjetjes të sinjaleve të kuqe të aplikuara nga Byroja e Prokurimit Publik, përmes sulmtimit të bazuar në informacione disponibilshëm publikisht dhe përmes konsultimit. Dhe lidhur me prokurimin e pasaportave, kartave të identitetit dhe patentave të shoferit, tregohet se për 5 vjet qytetarët paguan 73 milion euro për dokumente personale bazuar në një tender 21 vjeçar dhe kontrata që janë konfidenciale. Ala dhe më keq. Tash veshmbathja e policëve është bërë kontestuese. Një film nga Serbia nuk i pas ka kualitative. Po më siguri dikush që herën e parë e ka bërë tenderimin para se vinë këta në pushtet, ashtu është loja. Dhe
nuk është edhe aq keqe, se ndoni se është keq. Adnan Azizi thotë, kur unë jam mirë, shqiptaria është mirë. Vallahi bile, po kështu thotë Adnan Azizi. Kur Adnan Azizi dhe Bilat Kasami janë mirë, shqiptaria është më mirë, nuk ka ku shkoj. Pra, si zakonisht Maqedonia varet nga ajo. Çfarë do thonë politikanë bërësit? Ndërsa, jam me Bajram Rexhepin për një deklaratë që ne ka dhënë këtyre ditëve, lidher me atë se për herë të parë shqiptarët me etninë serbë nuk mund të ndjekin botërore pasi të drejtat televizive kanë TV serbe. Ne Bajram do marrin, do vlinë të gjithë kablovike dhe do i shohin. Por unë kisha një propozim. Kosovari info. Hyni dhe e keni të gjitha ndeshë. Spagoni. A vetë një mënyrë është bojkoti. Ndaj, televizionet kablovike dhe televizionet shtetëror. Ku është televizionet shtetëror? Ku është Federata e Futbollit të Maqedonisë? Është shumë shka tjetër. Pra, ka reagime shumë ndaj sjelljeve dhe deklaratave të Jeton Shasivarit. Unë e kam djerë Jetonin sot, por e kam djerë dhe Afrim Fonden, një ishi vërkosur politikë, cilit për momentin jeton në Shqipëri në Tiranë, sepse atje është në vend pune, dhe i ka reaguar Jeton Shasivarit. Te telegram.me keni të dy variante. Pra, asgjë më tepër, në Maqedoni, çdo gjë nuk është e kalbër, as që është e prishur. Por çdo gjë ka pazarin e vetë. Çdo kund, mirë tha ambasadori suedes, ne në Suedi nuk hudhim pemë dhe perime në natyrë. Nuk hudhim. Nërsa ne, edhe njerës, por flasim më për pemë dhe perime. Kështu dhe nga dalë për aframi fundit, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër mbrëmë.